Në Shqipëri sot ndjesia e pasigurisë nuk është më një emocion kalimtar, por një gjendje e përhershme, e ulur thellë në nënvetdijen e çdo qytetari. Askush nuk ndihet më i paprekshëm, qoftë në rrugë, në lokal, në makina apo në dhomën e vet. Ideja se plumbi mund të vijë pa paralajmërim është bërë realiteti i heshtur dhe i pranuar, sikur të ishte pjesë e përditshme e jetës sonë urbane e rurale. Ngjarjet kriminale nuk janë më lajme të rënda, janë pjesë e përditshmërisë. Ekzekutive me pagesë, atentate në mes të ditës, shpërthime, viktima të pafajshme të kapura në mes të llogarive të pista. Të gjitha këto po ndodhin me një ritëm të tillë që as nuk të shokojnë më. Të nesërmen e një atentati, njerëzit flasin për në çfarë ndodhi, me kë kishte lidhje viktima, ishte me precedent, dhe nëse del që nuk ishte, shpërndahet me lehtësi ideja më e frikshme, që edhe i pafajshmi mund të vritet pa problem. Kjo është Shqipëria që po ndërtohet në heshtje, një vend ku krimi nuk të gjen vetëm kur je pjesë e tij, por edhe kur je thjesht në vendin e gabuar, në momentin e gabuar. Dhe ky vend i gabuar po bëhet gjithnjë më shpesh kudo. Ironia e të gjithë kësaj tragjedie, në vend të një debati të gjerë publik, një tronditje kolektive, një revolte për drejtësi, kemi një shoqëri të anestezjuar, kudo e ndjen frikën, por askush nuk pyet pse ndodhi, kush e lejon apo kush mban përgjegjësi. Politika është e zënë me fushata imagjinare dhe lojra pushteti, drejtësia në pritje që zgjat me dekada, policia e lodhur me konferenca për shtyp. Ore po ky Ilir Proda, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, a është gjallë vallë apo është futur në ndonjë azil meditimi në Himalaje dhe s'na e ka thënë? Shqipëria po i ngjan një film i mafios pa skenar, me atentate që ndodhin si me orar, dhe Proda duke sigurosh në pushime të përhershme në botën e qetë ku krimi nuk ekziston. Nuk jep një deklarat, nuk del në teren, nuk ngre zërin, ndoshta sepse është i zënë duke bërë garë me Lul Bashën se cili prej tyre ka më shumë orë gjumi në CV. Madje nëse ndonjë ditë sulmohet godina e policisë, nuk do të qetë shurdi që të dëgjohet ndonjë zë nga brenda, mos bëni zhurmë se drejtori po fle. A i bën do kujt për shtypi kjo gjë, apo është më e lehtë të ndezësh televizionin e të shohësh në një emision kazan?